i Partisë Social-Demokrate Tom Doshi këtë të hënë pas dite ka zhvilluar një takim elektoral në Korçë ku ka prezantuar kandidatët e këtij qarku që garojnë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Pas takimit, Doshi ka dhënë një intervistë ekskluzive për CNA-TV. I pyetur se sa mandate pretendon të marrë forca që ai drejton në të gjithë vendin, Doshi u përqendrua në qytetin e Korçës, për të cilin u shpreh i bindur se do të marrë një mandat, po ashtu shtoi se 3 mandate do të marrë në Shkodër, ndërsa në kryeqytet gara për të është e paparashikueshme. Shumë shifrën po të jap për Korçën, ne mendojmë si mandate kena të marrë. Për Shkodrën 3, Tirana është e paparashikueshme, sepse është gjysa e Shqipërisë që voton në Tiranë, shtetin e kena shumë të madhe. Për çështjet tjera, tash nuk do të bëj deklarata sot. Se s'du t'i tremi 2 parti të mëdha. Doshi u shpreh shumë i kënaqur nga takimi me qytetarët korçar, ndërsa shtoi se shpreson që ky takim të vlejë që PSD të marrë një mbështetje të madhe në këtë qark. Jam shumë i kënaqur me takimin. I përshëndes gjithë korçarët, jo vetëm korçarët, po gjitha njësitë që janë gjithë banorët e qarkut të Korçës. Dhe shpresoj që ky takim të vlejnë që mbështetja jonë të jetë sa më e madhe në qarkun e Korçës. Në takimin e kësaj të hëne u pa një pjesëmarrje e lartë e qytetarëve që mbështesin Partinë Social-Demokrate të Shqipërisë, duke mbushur plot sallën e teatrit Andon Zako Çajupi.